një flor, ti prap mund një zhëllon, për të dashuruar me zemër. Unë si profesion taksist kam 15 vite që punoj, ka rreth 6 vite që punoj me imazhin e Elvis Pressit në sistemin diktatorial. Muzika rock and roll ka qenë shumë e ndaluar dhe unë i mbaja fshehurazin fotot e Elvisit. Në pamundësi për të realizuar një lokal të Elvis Pressit, thash për realizoj në taksin time, e realizova. Unë ndihem shumë i plot, sepse ajo ëndra ime që ka qenë dikur në Surtar, sot ka dalë domethënë, dhe po bën xhiron jo vetëm nëpër Shqipëri, po edhe në Ballkan, edhe në gjithë botën. Ashtu sikurse edhe shqiptarët, normalisht edhe kam dhe klientë huaj janë edhe më të ndjeshëm ndaj muzikës së Elvis Pressit, kanë dalë të kënaqur nga makina ime. Ato janë nga gjithë bota. Mund të themi nga Italia, nga Greqia, nga Gjermania, Turqia, Amerika, Anglia, edhe nga vendet e Ballkanit, njerëzit dalin të kënaqur nga taksia ime, e cila është një, nuk është dy, dhe për këtë gjë më vjen mirë, ashtu sikurse edhe Elvis Presley është një dhe nuk janë dy.